Bismillahirrahmanirrahim. Dashur vëllezër dhe motra, njerëzit sot njihen për shkak të 3 gjërave. Për shkak të pasurisë së tij, për shkak të postit të tij dhe për shkak të prejardhës së tij. Mirë po, pyetja më e rëndësishme është kush jemi ne te Allahu i Madhreshëm. Dhe kjo është ajo pyetja e cila i çdosh na preokupoj dhe ta nxis. Natyrisht, ajo që jemi tek Allahu, ajo ka vlerë dhe gjithçka tjetër do të zhduket një ditë. Prandaj dhe Zoti i Madhreshëm në surën El-Hujurat në ajetin 13 na drejtua duke na thënë: Inna akramakum indallahi atqakum. Me të vërtetë, më i nderuari prej jush tek Allahu është ai i cili ka vlera. Andaj dhe Zoti i Madhreshëm kur na vlerëson këtë botë, nuk na vlerëson as bos pamjes tonë t'jashme, as në bos postës dhe pozicës që kem, mirë po ai na vlerëson në bazë zemrës tonë dhe në bazë të asaj që neve veprojmë. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij na thot, me të vërtetë Allahu nuk shikon as fizionominë e juaj dhe as pasurinë e juaj, por Zoti i Madhreshëm shikon zemrat dhe veprat e juaja. Andaj edhe një dietar është pyetur një herë nga një njeri, më trego se si është gjendja ime tek Allahu. Atëherë ky dietar i tha këtij njeriu: shikoje veten kur të urdhëron Zoti për diçka ku je ti dhe kur ndalon për diçka ku je ti. Andaj, nëse dëshirojmë me ditë vlerën tonë se ku jemi, të shohim veten tonë se ku jena me Zotin e Madhreshëm, a jemi aty ku ai është i kënaqur apo jemi aty ku Zoti i Madhreshëm nuk është i kënaqur. Prandaj, dashur vëllezër dhe motra, duhet të jemi prej atyre të cilët vazhdojmë dhe ta bëjmë pyetje vetes tonë, kush jam unë tek Zoti? Dhe një pyetje që ngritet këtu: pse ndonjëherë ndihemi të pavlerë? Pse ndonjëherë na duket vetja sikur tjetër nuk na vlerësojnë? Do t'i japim përgjigje dhe kësaj pyetje së bashku. Në këtë botë që jetojnë njerëzit me standarde ndryshme. Dhe neve ndonjëherë e pyesim veten tonë pse s'të vlerësojnë njerëzit? Sepse neve gjithmonë gjykojmë me këtë dynjë. Cila është ajo? Sa jemi ne te njerëzit? Cila është pozita jonë tek ta? Domethënë thjesht neve nuk jetojmë me ato që vërtet Zoti i Madhreshëm do të na shikojë dhe do të na pyet nesër sa kemi qenë sinqert me Allahun, sa e kemi kujtuar atë dhe sa ju kemi bindur atij. Dhe mbi këto premisa Zoti i Madhreshëm edhe na vlerëson. Andaj një shembull shumë praktik, një diamant, edhe nëse është thellë në tokë atje, ai përsëri e ka vlerën e njëjtë, edhe nëse është atje thellë në tokë. Edhe ti vëlla dhe motër e nderuar, nëse dëshiron të kesh vlera në këtë botë, atëherë dije që ato vinë kur ti je aty ku Zoti është i kënaqur dhe jo në të kundërtën. Dhe gjithsesi, nëse dojmë ta krahasojmë veten, atëherë është mirë asnjëherë të mos krahasohemi me të tjerët, por të krahasohemi me vetveten tonë dhe çdo natë para se të bimë në gjumë, t'i themi vetes: ku isha sot me Allahun? Si është gjendja ime sot me Zotin tim? Dhe këtu është përgjigjja e pyetjes. Andaj, dashur vëllezër dhe motra, nëse vërtet dojmë ta dimë vlerën tonë, të shohim gjendjen tonë me Zotin se kemi.